Kesh kujdes, nga se në fundi ti e në dynja për të sprovuar, kjo Allahu dhe sprovojnë këtë botë. E ta shef Allahu Gjellëshanu se qëfar vepër mirje, apo qëfar tjetër mund të jesh. Sa Allahu Gjellëshanu në Kur'an në falat, Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum Ejukum ahsanu amala. Që të thot, a e ka krijuar vdekjen dhe jetën për të usprovuar cili prej jush është më i mirë në vepër. Prandaj ti mund të jesh i pasur, po kjo nuk lund rol nëse ti në vepër nuk je i mirë. Është dikush shumë më i varfër se ti, por në vepër është më i mirë. Nuk lutë në rol se ke pare, pasurire, furnizim, je më i mirë se tjere. Vetëm me vepra kjo punë shikohet. Prandaj ke kujdes. Ka se kjo dynja është lojë, tavje, harxhim kohën, nëse nuk ja adhuron Allahun, dështohet. Sa Allahu Gjellëshanu وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوًا وَلَعِبًا. Kjo botë e kësaj jete nuk është tjetër vetëm se dëfrim e lojë. E mos hajde në dynja tu me dëfrime me lojë, nga se të harxhohet dynjaja, besish pa ahiret. Qesh kujdes.